Tetova e shqiptarëve nuk do të bëhet sërish tetova e Marshall Titos. Kështu shprehen përmes një reagimi nga BDI, duke pohuar se shqiptarët nuk do të pranojnë që të arriturat e tyre të cenohen në heshtje. Çështja e emrave të shesheve, rrugëve në Tetovë ishte pikë referimi edhe në fjalimin e kreut të BDI-s Ali Ahmeti në kuvendin zgjedhor të DGS-BDI-s në Vrapçisht. A nuk e ka mjaft? Pse na prek aty ku s'prek? Ligjin e gjuhës. Po heqin, na i kthen Tituan Tetovë tani. Heqin Iliria e vendosur në Këshillin e Komunës, me badintere votuar para 15 vjetësh sa ka që janë votuar ndryshimi dhe emërthimi i rrugëve në qytetin e Tetovës, shkon gjykata kushtetuese, pa asnjë fakt, pa asnjë argument. E hek emërtimin Liria, vendos Titon. Nëse dikush e do Titon, le ta majtë e shtëpia. Po pse ti e hek një emërtim i cili ka kaluar të gjitha procedurat? Nga ana tjetër, BDI përmes reagimit parashtron dhe disa pyetje publike për Bilal Kasamin. Është kontaktuar komuna e Tetovës nga gjykata kushtetuese lidhur me këtë lëndë, cili ka qenë qëndrimi i komunës gjatë kësaj procedure. A ka pasur komunikim zyrtar ose jo zyrtar me gjykatën kushtetuese, cili ka qenë roli i përfaqësuesve të vlenit në qeveri? Çfarë qëndrimi ka mbajtur qeveria para gjykatës kushtetuese lidhur me emërtimet e miratuara në vitin 2007? BDI thotë se shqiptarët kanë të drejtë të dinë se kush heshti, kush u pajtua dhe kush kontriboi që të vihet në shënjestër identiteti i Tetovës.